Inteligjenca artificiale gjithnjë më shumë po bëhet pjesë e rrjetit teknologjik, si dhe e përditshmërisë tonë. E pikërisht kjo do të jetë një ndër temat që do të diskutohet gjatë programit Fuqizimi i të rinjve, organizuar nga Qendra Inovative e Kosovës dhe Coca-Cola HBC Kosova. Shpend Lila, menaxher Innovation Center Kosova, tregon se kur do të zhvillohet ky program në Gjakov, duke cekur edhe tema që do të diskutohen në këtë ngjarje. Programi Gjakov të martën që vjen, pra me datën 30 shtator, në amfiteatrin e madh Shkollës Muzikës Prenk Jakova. Jemi prej orës 11 deri në ora 5. Domethënë kanë qenë një ngjarje gjysmëditore në cilën kemi me prek 3 tema kryesore. Kemi me fol për AI dhe future skills ose aftësitë e sardhmes. Kemi tregu të rive se cilat janë disa prej platformave më të mira edhe më të domosdoshme të AI që duhet mu përdorë, për shkak se po shohim që është një mjegull të rinia, se ka shumë informacione, këtë informatat në internet janë për dhe rreth AI-t, vish pak ka shumë një filtru me tregu cilat janë mundësit, cilat janë qysh bon promptat, dhe cilat janë disa prej reglave që duhet patjetër me i përdorë edhe si student, po edhe si udhëhes të kompanive ose bizneseve ndryshme. Lila po ashtu ceku se në këtë program do të jenë të pranishëm ligjërues të ndryshëm, të cilët do të prekin tema shumë të rëndësishme për të rinjt. AI ka më ligjëru për Violet Sanhasit, Genti ka më mbulu pjesën e soft skills, që quhen si aftësi të buta. Rrit kanë me pas mundësinë me mendu edhe me mësu për pjesën e përgatitjes intervistës, përgatitjes për punë, përgatitja e CV-s, pak menaxhment, pak leadership, domethënë krejt ka pak si aftësi të buta ose aftësi të transferueshme që quhen. Edhe në fund kemi me mbyll me Shenojin, e cila është një prej ekspertëve më të mira që i ka Kosova në aspektin e aftësive të prezantimit publik. Sa i përket pjesëmarrjes në këtë program, Lila bëri të ditur mënyrën se si mund të aplikojnë të gjithë ata që janë të interesuar për pjesëmarrje. Gjitha aktivitetet tona janë pa pagesë, të rinjt që dojnë me marrë pjesë në sesionin e Gjakovës, duhet me vizitu faqen që është Coca-Cola Viz për krah rinin, ose nëse shkruajnë në Google Coca-Cola për krah rinin, ju dele para. Jepën dhënat personale, numrin e telefonit dhe email adresa, mënyrë që na me dërgu agjendë dhe informata tjera. Është procedurë shumë e thjeshtë. Ndër të tjera, Lila bëri të ditur që arsyeja që kanë vendosur që këtë program ta zhvendosin edhe jashtë Prishtinës, ka qenë fakti që Kosova është e mbushur me talent në të gjithë territorin e saj.